Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet më të mira mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. S'ka dyshim se na të gjithë e dimë se dynjaja është e shkurtër, edhe nuk është e përhershme. Kurse ahireti është i përhershëm, xheneti apo xhenemi. Allahu xhalla xhelalu na bëft nasib xhenetin. Andaj edhe jeta në të është e shkurtër, edhe gëzimi, edhe hidhrimi në të është i shkurtër. Andaj qëllimi i cilin Allahu xhalla xhelalu i ka sjell njerëzit këtë dunja dhe robërit e tij, s'ka dyshim se është me i bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala. Mirë po se sa na i bëjmë ibadet Allahu xhalla xhelalu, Allahu subhanahu wa taala i vën njerëzit në provim. Andaj kjo është qëllimi që Allahu xhalla xhelaluhu e ka zbrit njeriu në tokë, për ta provuar, për ta testuar se sa është rob i mirë me Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj edhe ky do të jetë rrëfimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilën ngjarje na rrëfen i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Dhe këtë hadith e ka regjistruar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy koleksionet më të vërteta të haditheve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 3 persona nga Beni Israilit, prej popujve që kanë jetuar para jush, dëshiroi Allahu xhalla xhelaluhu që ata t'i sprovoj. Dështi që Allahu xhalla xhelaluhu t'i sprovoj. Kush ishin këta 3 persona? I pari ishte al-abras, al-aqra wa a'ma. Kështu ka ardhur hadith. Al-baras është një smundje e lëkurës, që në gjuhën shqipe i thojnë lebroz. Është smundje e lëkurës që e godet njeriun dhe ja ndryshon ngjyrën e lëkurës. Al-aqra është ai i cili është qeras, që nuk i dalin flokët. Edhe a'ma ai i cili është i verbër. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu e dërgoi një melek, një melaçe në formën e njeriu. Dhe mas pari shkoi te ky i cili ishte smur me lebroz. Dhe e pyeti, tha, çfarë dëshiron që Allahu xhalla xhelaluhu t'i jep ty? Thot, kam dëshirë që Allahu subhanahu wa taala më madhuru lëkurën e mirë, të shëndosh, më shëru nga kjo smundje, edhe me largu nga njerëzit ajo çka un po i trishtoj, edhe po llogaritë njëri i keq mesin e tyre. Atë në kjo melaçe e preku lëkurën e tina dhe ju shëndosh lëkura atij. Dhe largu kjo smundje. Pastaj tha, çka dëshiron për pasurisë? Tha, kam dëshirë që Allahu xhalla xhelaluhu më madhuroj një deve. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ja dhuroi një deve e cila do të linde afër lindjes. Pastaj shkoi te ai i cili ishte i pa flok, që nuk kishin dalë flokët. Dhe e pyeti melaçja, çfarë dëshiron që të dhuroj Allahu xhalla xhelaluhu ty? Thot, kam dëshirë që Allahu subhanahu wa taala të më kthej flokët, të kam flok, edhe ta largoj atë urrëtitjen e njerëzve ndaj meje për shkak kësaj pamjes që po dukem jo i mirë para tyre. E pastaj kjo melaçja e apreku kokën e tij dhe i dulën flokët. Edhe i tha, çka dëshiron prej pasurisë? Tha, dëshiroj që Allahu xhalla xhelaluhu të më jep një lop, me të cilën do të furnizohem. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu ja çoi një lop e cila ishte afër lindjes. Dhe shkoi pastaj te i verbri. Edhe e pyeti, çfarë dëshiron që Allahu xhalla xhelaluhu të jep ty? Tha, ajo që më shumë ti kam dëshirë që Allahu të më dhuroj është shikimin. Ti shoh njerëzit, të shoh sikur të gjithë njerëzit. E pastaj i preki syt e tij dhe Allahu ja kthei shikimin. E nga pasuria tha, çka dëshon që Allahu xhalla xhelaluhu të dhuroj ty? Tha, kam dëshirë që Allahu xhalla xhelaluhu të më jep dele, të kam kopë me dele. Atëherë ja dhuroi një dele e cila ishte afër lindjes gjithashtu. Dhe shkoi. Pas një kohe Allahu xhalla xhelaluhu aty të parë ja shndroi dhe ja shumoi devet saqë u mbush një lugin me deve. Edhe këtij tjetrit me lop dhe atij tjetrit me kopë me dele. Ama këtu fillon testimi, provimi. Pas një kohe u kthy kjo melaçe, Allahu xhalla xhelaluhu e dërgoi, po në fizionominë e atyre të cilën ishin më herët. Shkoi te ai i cili ishte qenë i smur me lebroz, kurse tash ishte i shëndosh dhe ishte i pasur, po në atë formë, i lodhur, i varfër, udhëtar i rrugës, edhe e pyet, thot, a ka mundësi të më dhurosh diçka për pasurisë tënde? A ki mundësi më dhoni deve, sepse un jam i varfër, edhe kam mbetur në rrugë. Që ta plotësoj rrugën, thot, a ka mundësi më dhoni deve?
Ai ndalë tha vallahi, thot, kam shumë borxhe, kam shumë obligime, kam shumë haket njerëzve, s'ka mundësi javnën. Pastaj me laçi po i thot, edhe po i drejtohet. A mos po më dukesh ti njofshëm? A mos më dukesh ti ke qenë një ditë sikurse unë dhe ke qenë i varfër, kurse Allahu xhelle xhelalu ta ka dhënë lëkurën e mirë dhe të pastër dhe ta ka shtu kit pasuri. Thot ja gabim e ki. Thot këtë pasuriu ne kam trashëguar për i prind vetëm i babi babgjyshin e ka të pasën. Pastaj me laçi i tha, nëse je gënjeshtar, je duke rrejt ato çka je duke thon, Allahu xhelle xhelaluhu të kthej sikur në gjendjen e parë që ke qenë. Edhe shkoi. Erdhi të ky qërosi. Dhe po i thot, a ka mundësi me ma dhon një lop që ta vazhdoj rrugën nga se kam në gjysë rrugës, po më shej i varfër, i lodhur, miskin. Thot vallai nuk ka mundësi. Se thonë kam thot haket shumëta, kam obligime, kam përgjegjësi, kam borxhe, s'ka mundësi. Thot a mos po më dukesh edhe ti ngjofshëm jena pa një herë na dy. Thot ku? Thot po ti ke qenë kështu. Kurse Allah ta ka dhëruar këtë pamje të bukur, Allah ta ka dhëruar këtë pasuri. Thot ja jo. Thot unë babë babgjysh e kam trashëguar pasuri, gjithë na ka të pasur na shtëpia jon. Gjithë kena pas pasuni. Ka njerëz që thonë kështu avnën. Te dia ka i varfër ton dunja janë gjuhin, sot e ka bën të pasuri, thot a babë babgjysh na ka gjithë pasur, mashallah. Nga se e mohon ato të cilën që ka qenë më herët. Thot nëse je gënjeshtar në atë që je duke e thon, Allahu xhelle xhelalu të kthej në gjendjen e mëparshme sikur se ke qenë. E pastaj shkoi tek i verbri. Dhe e takoi. Thot un jam një person që nuk shoh mirë. Kam bet mes në rrugës, jam i varfën, s'ka mundësi me e plotësu rrugën. A ka mundësi diçka prej pasurisë tonë, një delë me madhon, që të furnizohem me ushqim dhe pije, edhe ta plotësoj rrugën. Thot, unë një ditë kam qenë i verbër sikur se ti. Unë një ditë kam qenë i varfër sikur se ti. Kurse Allahu xhelle xhelalu ma ka dhëruar shikimin dhe ma ka dhëruar gjithë këtë pasuni që po e sheh. Thot, merr çka dush edhe le çka dush, se vallahi nuk kam të thon kur gjë. E pastaj me laçja tha, Allahu të qoftë bereqet në pasunin tane. Barakallahu leke fiha. Allahu të qoftë bereqet në pasunin tane, wa radiyallahu ank. Edhe Allahu të qoftë i kënaqur me ty, kurse Allahu xhelle xhelaluhu është i hidhruar me ata dy shokët të parë. E pastaj kaloi rrugën, nga se tha unë jam vetëm imtihan, vetëm i marr si provim dhe nuk kam nevojë nga pasuria juaj. Këtu mbaron hadithi. Mirë, po nga ky hadith, nga kjo ngjarje të cilën na ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dashur me na mësua i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se të gjithë njerëzit, të gjithë robërit janë të varfër dhe kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Veç asaj Allahu xhelle xhelaluhu i sprovon njerëzit në këtë dunjë. E sprovon të pasurin me të varfrin me të pasurin. I pasuri e sprovon Allahu xhelle xhelaluhu me pasurin, duke e shikuar se çka po jep për i pasurisë dhe për nivelet që Allahu e ka begatuar, edhe të varfrin e sprovon me sabër, se sa është sabërlin ndaj musibetet dhe sprova që i sprovon Allahu xhelle xhelalu. Andaj edhe varfëria është sprovë e madhe, mirë po pasuria është hala sprovë më e madhe. Nga se është përgjegjësi, edhe do të pyetesh në ditën e gjykimit për gjithë ato çka ke posedu, sa ja ke dhënë hakun Allahu subhanahu wa taala si duhet. Andaj njëri në këtë dunjë është nxjerr, është ardh për të sprovuar. Sikur se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai i cili ka kriju jetën dhe vdekjen, që t'ju sheh juve, që t'ju sprovoj juve se cili prej juve jeni më mirë. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu gjithashtu thot: "A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A menduan njerëzit se ata do të lihen, të thojnë se na kena besu dhe ata mos sprovohen, mos vënuhen në provim se sa janë besimtarë ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, sa janë të sinqertë me ato çka thonë dhe ato çka pretendojnë. Pra tha Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Allahu thot kena më sprovuar në fukarallak, kena më sprovuar në uri, kena më sprovuar në fëmijët e juaja, në familjet e juaja, kena më sprovuar në thatësi, gjitha sprovat në smundje. Wa bashshir as-sabirin. Dhe thot Allahu xhelle xhelaluhu në fund, edhe përgëzoj ata që bëjnë sabër. Andaj fillimisht nga ky hadith kuptojmë se njeriu do të sprovohet, sikurse janë sprovuar këta. Këtë shembull që pejgamberi sa thonë na ka rrëfy, çdo njeri prej neve mundet me qenë njëri prej këtyre personave të cilat na ka rrëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa nuk jemi prej ata të cilët smuhemi dhe Allahu xhelle xhelalu në shuran. A nuk jemi prej ata që diku ndoshta kemi qenë të varfër dhe Allahu xhelle xhelalu nuk ka begatuar me shumë mirësitë e tina, apo nesër prap mund të jemi të varfër dhe të kemi nevojë për të tjerët,
S'ka dyshim se secili prej neve mund me qenë njëri prej këtyre të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj muslimani i mirë është falëndërues dhe i njeh ja din vlerën e mirësive të cilat Allahu xhalla xhelalu ja ka dhëruar. Duhet me qenë njohës i mirësive të cilat Allahu xhalla xhelalu ja ka dhëruar. Sa i semuni ka dëshirë, edhe dëshira më e madhe tina është që mu shëru. Edhe s'ka dyshim kjo. Se në momentin kur njeri smuret, ja din vlerën e shëndetit. E ndoshta ka prej njerëzve që jep gjithë pasurinë e tij, vetëm që Allahu m'ia kthy shikimin. Kurse neve Allahu xhalla xhelaluhu na ka dhënë shikimin. Çka kem na vlerë më shumë tek ai se Allahu xhalla xhelalu si ka dhënë shikim kurse neve na ka dhënë shikim? Çka kem na më shumë më tepër? Çfarë fadileti kem? Asgjë s'kem na më tepër, vetë se Allahu ka dashur me sprovu ato, edhe Allahu xhalla xhelalu na ka dhënë këtë nimet. Mirë, po për këtë nimet që na ka dhënë është sprovë për neve. Edhe për ato që Allah ja ka marrë atin, edhe për to është sprovë. Andaj kjo është dëshira më e flaktë e atij personi që është i smur, me u kthy edhe herë shëndeti. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë sikur se hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu që ka transmetuar. E këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ni'matani maghbunun fihima. Dy begati janë të mashtruar shumica e njerëzve në to. As-sihhatu wal farag. Shëndeti edhe koha lirë. Sa prej njerëzve kur të plaken dhe i mundon shëndeti tyre, thot sikur të shakon edhe një herë i fort, kisha me i fal 5 kohë namaz në xhami. Sikur të shakon edhe një herë i fort në këmbë të mia, kisha me fal namaz gjithë natën. Sikur të shakon edhe një herë i fort, sikur si më ka diku në ditë mia në rini, kisha me shku me bën haxhin. Kurse kur ka qenë me shëndet, ka thon ka kohë. Kur ka qenë i lirë, ka thonë ka vakt, se hala ka pleshninja që tjerën i tu bëj krejt edhe inshallah i bëj. Mirë, po Allahu xhelle xhelaluhu e ka sprovu me ndonjë smundje që s'ka mundësi ndërsa me lëviz. Andaj kjo është këto dy mirësi shumica e njerëzve janë të mashtruar. Edhe nuk i shfrytëzojnë vetëm se ja u din vlerën e tyre atë kur Allahu xhelle xhelaluhu i sprovon. Andaj muslimani nga ky hadith kupton vlerën e nimeteve që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë në veten e tij. Dhe nëse ndalet çdo njëri prej tyre, prej neve e sheh se nimetet e Allahut janë shumë të shumta dhe s'mundet me i numëru. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Allahu ka thënë edhe nëse mundoni ju me i numëru mirësitë e Allahut, s'keni mundësi. Dhe s'ka nimet që Allahu ta ka dhënë vetëm se është prej Allahut xhelle xhelaluhu, është meritë e Allahut subhanahu taala dhe nuk është meritë e jona. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili jep, edhe Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili merr. Këndo Allahu xhelle xhelaluhu sprovon me fukarallak, dhe këndo Allahu xhelle xhelaluhu jep pasuri. Kjo është në dëshirën e Allahut subhanahu taala. Andaj as i pasuri nuk duhet të krenohet para të varfnit. Se unë jam më i mirë se ti, ose unë kam punu, ose unë kam bën kështu dhe Allahu xhelle xhelaluhu më ka shtu këtë pasuri. Kjo nuk është meritë e jote, as meritë e jemja. Kjo është meritë nga ana e Allahut subhanahu taala. Nëse Allahu subhanahu taala thot: "Wa kul inna rabbi", dhe thuaj se më të vërtet Zoti im yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allahu ja shton pasurinë këdo dhe ja ndalon dhe ja pakson këdo. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Mirë, po shumica e njerëzve këto nuk e dinë. S'ka dyshim se na duhet muslimani merr sebepet dhe punon. Mirë, po Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili pasuron. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili ja pakson këdo dhe ja shton këdo. Dhe kujt do. Andaj kjo është fadilet vetëm tek Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu subhanahu wa taala e nderon këdo prej robëve të tij. Pastaj vëllezër të ndershëm, prej asaj që kuptojnë nga ky hadith, prej mësimeve edhe gjërave që e përfitojmë nga ky hadith, është edukata me Allahun xhelle xhelaluhu. Tauhidi i pastërt i muslimanit duhet jetë që ta kuptoj se çdo sen është në dorën e Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe shërimi është në dorën e Allahut, edhe smundja është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse kanë qenë pejgamberët e Allahut të edukuar me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtë shembull na ka përmendur Allahu xhelle xhelaluhu për Ibrahimin alayhis salam, kur thot: "Alladhi khalaqani wa huwa yahdin." Ai i cili më ka krijuar dhe ai i cili më udhëzon. Për Allahun xhelle xhelaluhu ka thënë Ibrahimi: "Alladhi khalaqani wa huwa yahdin." Ai i cili më ka krijuar dhe ai më udhëzon. "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin." Edhe ai është i cili më furnizon, më jep me hangër dhe me pi. "Wa idha maridtu fa huwa yashfin."
E nëse unë se munëm ai më shëron. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Edhe ai është ai I cili më jep vdekjen dhe pastaj më ringjall. Gjitha këto janë në dorën e Allahut xhelle xhelaluhu. Andaj mos mendoj dikush se si të shkon te mjeki u shnosh, ose si të kapërt për ilaçet ka mushnosh. Ilaçi është sebeb. Allahu xhelle xhelaluhu e ka kriju sebeb. Pastaj mjeku është ai I cili ta ofron ilaçin, kurse shërimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Sa njerëz e shpenzojnë gjithë pasurinë e tina për ta kërkuar ilaçin, mirë po Allahu xhelle xhelaluhu nëse nuk don me e shëru se shëron. Andaj nga kjo kuptojmë se nëse muslimani se mundet, të gjithë mbështetjen duhet me kthy tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe ta lut Allahun subhanahu wa taala sinqerisht për shërim. Andaj lusmi Allahun xhelle xhelaluhu të shëroj të gjithë muslimanët e sëmur. Pastaj gjithashtu për asaj që kuptojmë nga ky hadith, nga ky ngjarje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën na ka rrëfyer dërguari I Allahut, është se ai I cili jep prej pasurisë së tina, Allahu xhelle xhelaluhu I çon bereqet në pasurinë e tina dhe nuk ja pakson. Sikur se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që këtë hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi, ndëgjoni me vëmendje këtë hadith, nëse është hadith I vërtet, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min yawmin yusbihu al-ibad", nuk ka një ditë prej ditëve që qohen mëngjes robërit e Allahut, vetëm se zbresin dy melaçe. Zbresin dy melaçe. Njëra prej tyre thot: "Allahumma ati", o Allah jepi çdo kujt I cili jep prej pasurisë së tij. Zëvendësoja, plotësoja, shumë fishoja. Një melaçe lutet kështu Allahut. Jepi çdo kujt atij I cili ka jap prej pasurisë dhe shtoja dhe zëvendësoja atë pasuri. Kurse një melaçe tjetër thot: Allah paksoja, ndaloja gjithë atij I cili nuk jep prej pasurisë së tina. Shkatërroja pasurisë së tij. Shkatërroja pasurinë e tij. Kjo është prej lutjeve që I bajnë melaçet për ata I cili nuk jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo është ajo që përfitojmë gjithashtu prej kësaj ngjarje. Gjithashtu nga kjo kuptojmë edhe sjelljen se si e bëtën këta personat me melaçen. Kur ju përmeni gjendjen të cilën kanë qenë të kaluarën, gjendjen e vështirë dhe fukarallak dhe të smur, kur kanë qenë kohën e kaluar dhe e mohun ata që çka kanë pas më herët. Edhe kjo ndodhet të shumë njerëzit. Kur I kanë bën punë të mirë që t'i rregullojnë statusin e tyre ekonomik, kur t'ju përmend se ti dikur ke qenë I varfër, edhe ti dikur I ke lyp dikujna, edhe ti dikur ke pas nevojë për këta, edhe e mohon, I vjen inati, nuk ka dëshirë me përmend të kaluarën. Nuk ka dëshirë më tregu se edhe ti ke qenë nevojtar një ditë. Kjo është për ata njerëz të cilët e mohojnë të kaluarën e tyre, për ata njerëz të cilët këshillin me I mohu mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kurse muslimani është ai I cili e kupton jetën e tij dhe është modest. E din se ndoshta ka qenë një ditë I varfër, mirë po ka qenë kaderi I Allahut. Edhe sa do është I pastër, gjithashtu është falendërues ndaj Allahut xhelle xhelalu për atë që ja ka dhënë. Edhe kurrëherë nuk e mohon të kaluarën e tij, nga se kjo është nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu për asaj që kuptojmë vëllezër të ndershëm është se muslimani duhet të jetë falendërues ndaj mirësive të Allahut. Duhet të jetë falendërues ndaj mirësive të Allahut, nëse don që Allahu xhelle xhelalu me ta vazhdu atë mirësi, me ta vazhdu atë nimet të cilën e ki. Sikur se thot Allahu: "Wala in shakartum la yazidannakum", nëse ju jeni falendërues ndaj Allahut, Allahu do t'ju shtoj juve. E si duhet jetë muslimani falendërues ndaj Allahut xhelle xhelalu, që atë mirësi, atë nimet që Allahu ta ka dhuru, me shfrytëzuar në bindje ndaj Allahut. Nëse Allahu xhelle xhelalu të ka bën të fortë, të ka dhuru shëndet mirë, shfrytëzoa atë shëndet dhe atë mirësi në bindje ndaj Allahut xhelle xhelalu. Duke fal namaz, duke agjëru, duke bërë vepra të mira, duke I ndihmu muslimanëve dhe jo në gjunahet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ose atij i cili Allahu xhelle xhelalu I ka dhënë pasuri, me shfrytëzu atë pasuri në bindje ndaj Allahut, në ato që në cilën e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Sikurse japja zakatit apo sadakas, apo në ato që është I kënaqur Allahu, ta ndihmosh familjen tënde, ta ndihmosh vëllai musliman dhe jo ta shfrytëzoj mirësitë e Allahut në gjuna ndaj Allahut. Se shumë njerëz sot gëzojnë pasuri dhe gëzojnë të mira, mirë pa atë pasuri e shfrytëzojnë në harame. E shfrytëzojnë në alkool, e shfrytëzojnë në duhan, e shfrytëzojnë në bigjaz, e shfrytëzojnë në kamat, e shfrytëzojnë në lojra të fatit. Allahu na ruaj, edhe gjithë atë pasuri që Allahu atë nimet ja ka shfrytëzuar, ja ka dhënë, e shfrytëzojnë në gjuna ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj ai I cili është falendërues Allahu ja plotson dhe ja shumëfishon pasurinë. E për me qenë falendërues ndaj mirësive, duhet që ajo mirësi dhe ajo pasuni të shfrytëzohet në bindje ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, që në mënyrë që Allahu të jetë I kënaqur me ty. Pastaj
Mohimi të mirave të Allahu xhalla xhelalu është një prej sebeve që Allahu xhalla xhelaluhu çon fatkeqësi. Një prej sebeve që Allahu ta merr atë mirësi. Për ata shumë njerëz, subhanallahu, sot gëzojnë mirësi, gëzojnë nimet, gëzojnë familje, gëzojnë fëmijë, gëzojnë siguri, gëzojnë pasuri. E kur ti pyet, çaj ki punë, thot vallai, lekë tamam. Pse? Nëse ka dëshirë më bën sikur ai tjetri, pas 5 kerën në shtëpi. Ka dëshirë pas 5 banesa sikur ai tjetri. Mendon se duhet me qenë diçka i rangut. A nuk i harron se ka njerëz që nuk kanë kafshatën e gojës. Dhe ka njerëz që nuk kanë kul mbi kokën e tyre, nuk kanë shtëpi ku me flajt as ku me najt. Dhe i harron ato mirësitë të cilat i gëzon. Këta janë mohust. Edhe këta Allahu xhalla xhelaluhu afër për një kohë ndoshta ju merr këto mirësitë të cilat i gëzojnë. Kjo është mohimi i mirave të Allahut. Kurse Allahu xhalla xhelalu për ndryshe ka thënë wa bi ni'mati rabbika fahaddith, edhe nga ato mirësitë që Allahu t'i ka dhëruar folë njerëzve, tregoj njerëzve. Thuaj alhamdulillah, Allahu më ka dhënë shëndet, Allahu më ka dhënë fëmijë, Allahu më ka dhënë pasuri, Allahu më ka dhënë siguri. Gjithë këto janë mirësitë Allahut të panumërta. Andaj muslimani duhet të jetë falendërues dhe mos të jetë mohus ndaj mirësive të Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj nga ajo që kuptojmë gjithashtu nga kjo hadith, nga kjo ngjarje, është që muslimani duhet të jetë të sillet në mënyrë sa më të mirë me ata i cili kërkon, me ata i cili lyp me fukarat. Duhet të jetë i mëshirshëm me të tjerët. Edhe nëse s'kish çka mi dhon, s'paku mos e trishto, s'paku mos e nënçmo, s'paku mos e maltreto. Thuaj Allahut ndihmoft. Allahu ta lehtësoj gjendjen që ke. S'paku takoje me fytyrë të buzëqeshur. Ose buni një lutje që ati ja lehtëson. Nga se Allahu subhanahu wa taala na ka porosit wa amma sa'ila fala tanhar, ka thënë Allahu xhalla xhelalu duha, edhe ai i cili të lyp diçka, mos e maltreto, mos e trishto, mos e tmerrë, mos e përzin s'paku, thënë. Andaj nëse ke mundësi jepi, e nëse s'ke mundësi s'paku, mos i ftoj fjalë të këqija, mirë po bën lutje për të që Allahu xhalla xhelalu ta ndihmoj, nga se ka mundësi që nesër ti kimë qenë vendin e tij. Ka mundësi që Allahu do të godet ty me ndonjë fukarallak ose me ndonjë smundje që nesër kimë detyruar me dalë me lyp njerëzve. Andaj mos e harro gjendjen tënde në cilën je dhe je kana në një ditë. Po bëhu falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga se bindja ndaj Allahut xhalla xhelaluhu është njëra prej sebepeve që Allahu xhalla xhelaluhu është i kënaqur me ty. Falëndërimi ndaj mirësive të Allahut xhalla xhelaluhu është një prej shkaqeve që Allahu xhalla xhelaluhu është i kënaqur me ty. Kurse mohimi i mirësive të Allahut xhalla xhelaluhu edhe rebelimi ndaj urdhave të Allahut subhanahu wa taala është njëra prej sebepeve të cilat e sjell hidhrimin e Allahut. Allahu na ruajt, Allahu na bëf prej atyre të cilët jemi falëndërues ndaj mirësive të Allahut xhalla xhelaluhu, edhe e lutem Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu na shtoj mirësitë e tina dhe mos të jemi mohues të mirësive të tina. Allahu xhalla xhelaluhu na i fal gjunahet tona, Allah na i përmirësoj veprat tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.